Nëse një njeri është duke u fundosur, mund ta shpëtosh vetëm nëse ai ta zgjat dorën. Por nëse ai nuk dëshiron ta zgjat dorën, i bën që ti nuk mund ta shpëtosh nga fundosja. Ekziston një varg kuranor i cili përsëritet 8 herë radhazi në librin e Shejt, parafërsisht me të njëjtin kuptim. Ne nuk ju bëm atyre padrejtësi, nuk ju bëm zullum. Ata vetvetes tyre i bën zullum. Ata vetvetes tyre i bën padrejtësi. Njeriu i cili nuk është i gatshëm të kërkojë ndihmë, mund të ketë disa probleme. Problemi i parë është problemi i vetbesimit ose vetvlerësimit. Kur kërkimin e ndihmës e shes si dobësi ose si inferioritet. Dhe në një farforme fillon me besu se nëse kërkon ndihmë, e hub prestigjin e tij tek të tjerët. Situata e dytë është kur njeriu i ik përgjegjësisë së kërkimit ndihmë dhe në një farforme e hedh përgjegjësinë tek të tjerët. Ata është dashur të më ndihmojnë pa kërkuar ndihmën. Arsyeja e tretë që mund ta pengojë një njeri të kërkojë ndihmë është një lloj krenarie e tepruar deri gati në mendjemallësi. Kur ai mendon se i rrënohet krenaria dhe prestigji nëse kërkon ndihmë. Arsyeja e katërt është zakonisht përvoja e këqija. Ose dikush që ka përgjigj, ose i ka ndihmu keq, ose e ka orientu gabimisht e kështu me radhë. Prandaj është shumë e rëndësishme kur kërkojmë këshill ose kërkojmë sugjerim nga të tjerët, duhet të kemi një element shumë të rëndësishëm parasysh. Kur kërkojmë ndihmë apo kur kërkojmë këshill, duhet të drejtohemi tek njerëzit e duhur. Çdo njeri që nuk i plotson 3 kushte, nuk është mirë të merret këshill nga ai. E para, të jetë njeri i mençur, të jetë njeri profesional, ta njeh problematikën rreth cilës po kërkohet ndihmë, dhe e treta, ta di gjendjen tone, të ju njoh dhe t'i di rrethanat e juaja. Ne jemi njerëz, nuk është turp të kërkojmë këshilla, sugjerime dhe ndihmë nga të tjerët, sepse kjo është krejtësisht njerëzore. Është absolutisht legjitime dhe në asnjë variant nuk e damton personalitetin e asnjërit prej nesh. Rregull, nuk mund të ndihmosh njeriu që nuk dëshiron të ndihmojë vetes. Ne nuk ju bëm atyre padrejtësi, nuk ju bëm zullum. Ata vetvetes tyre i bën zullum.